Presidentja e kompanisë ACR-s Kaçe Depi Fitër u ka bërë sërish thirrje minatorëve të rikthehen në punë. Depi ka zgjedhur të japë këtë mesazh ditën e Fitër Bajramit, duke uruar minatorët për festën, ndërkohë që ka shprehur bindjen se situata e vështirë do të kalohet shumë shpejt nëpërmjet bisedimeve të përbashkëta. Uroi minatorët dhe familjet e tyre për festën e Bajramit. ACR do të mbulojë shpenzimet e drekës së Bajramit duke u gjendur pranë punonjësve tanë, shkruan në letrën e saj presidentja e DCM-s. Ajo shpreh keqardhje për situatën e krijuar nga disa persona jashtë kompanisë. Për shkak të këtyre personave, kushtet e minatorëve dhe familjeve të tyre janë përkeqësuar. Sipas saj, këta persona të papërgjegjshëm nuk janë kujdesur për interesin e minatorëve të ACR-s, por thjesht për interesat e tyre personal. Përpasoj, Bajrami i sivjetshëm i ka gjetur familjet e minatorëve të Bulqizës në vështirësi ekonomike, deklaron ajo. Presidentja e ACR-s i bën thirrje edhe një herë punonjësve të ACR-s që t'i kthehen punës për të mirën e përbashkët, por edhe për të ardhmen e qytetit të Bulqizës. Gjatë kësaj kohe, kompania ACR ka miratuar kërkesën e minatorëve për rritjen e pagës prej 20%. Kushtet e punës do të përmirësohen përmes një procesi, ku minatorët e Bulqizës jo vetëm që do të informohen, por edhe do të përfshihen me idetë e tyre, përfundon letra e Kaçe Depi. I menjëhershëm ka qenë reagimi i kreut të Konfederatës së Sindikatave Kol Nikolla. Letra e presidentes së ACR-s është thjesht një formalizëm, u shpreh Nikolla. Ky i fundit ka bërë edhe një herë të qartë qëndrimin e sindikatës për nënshkrimin e një marrëveshjeje në mënyrë ligjore, në të kundërt greva e minatorëve do të vazhdojë.